e cila është punësua si ka 6-7 muaj ato, i këshyrë do letra dhe nuk e gjenë vendimin tim, në emrin tim, dhe më drejtohet se punëtori i trafikut të Barjenja. Kush janë? Është kurreshtje? Këta punëtor kanë ardhur kohët e fundit. Po? Do më thonë, kanë ardhur një vit e gjysmë mas shumë. Kanë ardhur. Nëse janë të nevojshëm, në ishte është rëndësishme se nëse kanë ardhur para një viti, 2 apo, por kush janë ata? S'po flas me emra, me mbiemra. Por kush janë ata, do me thonë që... Asun nuk jam kundër njerëzve që të punësohen, që të gjenë një vend pune. Mirë po, kur nuk është nevoja, veç me i prunë zyra, ato me nejtë ka 7-8 vetë të një kompjuter. Ky fenomeni i shqiptarëve. është jo e mirë, të nglon edhe e shef punëtori ato jo të mirë. Një shembull konkret, unë e kam princip, kur shkoj në pushim vjetor, para se me shkue, shkoj e kërkoj vendimin e pushimit vjetor. Çashtu duhet me vepru? Edhe shkoj në zyre, e kërkoj pushimin, vërtetimin për me shku në vendimin, që shme i thonë. Po, kërkesën që... Edhe ato, zyrtarja e cila është punësua, si ka 6-7 muaj ato, i këshyrë do letra dhe nuk e gjenë vendimin tim, në emrin tim, dhe më drejtohet se punëtori i trafikut të Barjenja.